Për ata, pejgamberi alayhi salatu wassalam, duke ditë se kujtimi i vdekjes na ndihmon që të përgatitemi në rrugtimin ton që kemi për botën tjetër, ka thonë: "Ekthiru dhikra hadimul ladhat." Shpeshtone kujtimin, apo kujtojeni shpesh ato që ja u shkatërron kënaqësitë e dynjas. Kujtojeni ato që ja u shkatërron kënaqësitë e dynjas. E ke pa kur vjen vdekja, njëri ndoshta është duke u kënaq me fëmijët e tij, ndoshta është duke u kënaq me gruan e tij, ndoshta duke u kënaq me prindërit e tij, ndoshta duke u kënaq me pasurinë e tij, ndoshta duke u kënaq me pozitën e tij, ndoshta duke u kënaq me autoritetin e tij, vjen vdekja edhe ja prish kënaqësitë krejt. Ai ka dërto Allah, ditën kur del prej kësaj bote, salot për Allah. Kujtojeni këto, se kjo na ndihmon çka? Mu përgatit për me dal prej kësaj bote me faqe të bardhë. E kur e tha këto, kujtojeni ato që ja u shkatërron, kujtojeni shpesh ato që ja u shkatërron kënaqësitë e kësaj bote, të pranishmit i thanë: "Wa ma hadimul ladhat ya Rasul Allah." O i dërguari i Allahut, kush është ajo që na i shkatërron kënaqësitë e kësaj bote? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "El maut." Ajo tha është vdekja. Në transmetimin tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ekthiru dhikra hadhimul ladhat." Kujtojeni shpesh ato që ja u shkatërron kënaqësitë. Fa ma dhakarahu 'abdun qattu wa huwa fi dayqin illa was'ahu alayh. Sa herë që robi e përmend vdekjen kur ajo është në vështërsi, kur ajo është në mundime, kur ka halle, brenga, shqetësime, sprova, fatkeqësi e kështu me radhë, Allahu ja lehtëson ato. Pse? E kujton vdekjen, e di që ka me dalë për kësaj bote, nuk mërzitet shumë se është i diagnostifikuar me kancer, apo i diagnostifikuar me infarkt, apo i diagnostifikuar me diabet, apo diçka tjetër. Nuk mërzitet shumë, se si të kujton vdekjen, e din që këto janë kalimtare, e din sa të letohet. Shumë të letohet kjo. Po ashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Wala dhakarahu wa huwa fi sa'atin illa dayyaqahu alayh." Po edhe njeriu kur është në lumturi të mëdha, njeriu kur është në kënaqësi të mëdha, edhe e kujton vdekjen, vdekja çka? Ja lehtëson kanë me dalë prej kësaj bote, se i kujton këto që janë kalimtare, i kujton që këto janë sot për nesër, edhe s'ka me i marrë me veti këto kënaqësi e këto lumturi, edhe çka përkatitet ma lehtë. I vështërsohet pak, do me thonë, kur të kujton vdekjen, po çka? Ja lehtëson daljen prej kësaj bote. Andaj të nderuar vëllezër, mundani që të përgatiteni për këtë rrugtim në të cilën jemi, që me mbri atje në fund, për me mbri atje ku e kemi synimin me dalë para Allahut te bareke ve taala me faqe të bardhë, sepse nuk ka njeri që i shpëton këtij procesi. As një pejgamber që ka pas shumë numrin e tyre, din vetëm Allahu. As një nuk ka shpëtuar nga vdekja. I vetmi pejgamber i dërguar i Allahut që ju ka mundsuar me përzgjedh në mes të jetës edhe vdekjes ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur erdhi Xhibrili para se me dërzu shpirtin, edhe i tha: "O Muhammed, meleku i vdekjes tha është te dera e bashkëpunëtorët e tij. Dhe koha momenti ka ardhur për me dërzu shpirtin. Mirë po ty Allah po ta mundson me përzgjedh, apo dën me vazhdu me jetue, apo dën me dërzu shpirtin." E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ato 2-3 ditë e fundit ka qenë edhe me shëndet i lodhur, edhe trupi ju plagështue, edhe djersht i rrjedhën pa ndërprer. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pati mundësi me përzgjedh jetën. Po çka tha? Berrafiqul a'la, tha po e du, tha, shoqërimin me ato më të naltin. Po du më shoqëru me shkuta ai më i nalti, te Allahu te bareke ve taala, pastaj hyni me leku i vdekjes edhe ja mur shpirtin. Harrojeni që ka mundësi dikujt me ardh me leku, Xhibril edhe me thonë: "Apo përgatitesh me vdek apo po don me jetuar?" Është për mbyll ky mision, s'ka më përzgjedhje. Tash këtu çdo gjë është e determinuar e përcaktuar. Andaj kudo që t'jeni, edhe ata që janë pushtetar, edhe ata që janë të pasur,
edhe ata që janë dietar, edhe ata që janë autoritativ, fytyra publike që pjo thuhet, le ta din ku do që t'jenë se ka me ardhë momenti edhe ja rrin vdekja dhe meleku i vdekjes ka me ja marrë shpirtin. Dhe Allahu te bareke ve taala thot: "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada." Kudo që të jeni, do t'ju arrin vdekja, qofshit edhe në ato pallatet e fortifikuara, ato kështjellat e larta të fortifikuara që janë, edhe në ato nëse jeni, aty ka me të arrit vdekja, edhe ka me të marrë shpirtin. Dhe këto po e shohim edhe me pushtetarë të cilët përzgjedhin ekipet më të mira për përkujdesin e tyre dhe të familjarëve të tyre kur janë smur. Krejt ekipet mjekësore mi kohë po ju rrin, aparatura bashkëkohore me leku pja u merr shpirtin edhe s'po mundet kërkush me ndal. Edhe alhamdulillah që është ky ligj i Zotit, do të më falenderoj Zotin edhe për këtë, se të mos kishte qenë kështu, pushtetarët të pasurit këta e kishin ble me pare, me pushtet e kishin marrë jetën e ishin vdek, na edhe ata veç kishin vetë gjithmonë. Po kështu që elhamdulillah Allahu Teala e ka bo atë përcaktimin e vetë hynor edhe se pyet askan. Po ashtu Allahu Teala thot: "Wajat sakratul maut bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid." Agonia e vdekjes, trishtimi i vdekjes i vjen me të vërtetën që ja zbulon çështjen e ahiretit. Kjo është ajo prej së cilës ke ikur, kjo është ajo prej së cilës kanë ikur njerëzit. Pra vjen agonia e vdekjes edhe të paraqitet e vërtetë e ahiretit, edhe pse ndoshta nuk e don vdekjen. Andaj do të vjen momenti kur do ta dorëzojmë shpirtin, do të takojmë Allahun, edhe Allahu do të na informon për krejt çka kemi bë. Mos mendo dikush se ka bë diçka edhe i ka ikë syrit të kamerave apo i ka ikë syrit të njerëzve edhe der para Zotit, edhe Zoti i ka ikë. Jo, s'ka mundësi fare ajo. Për ata Allahu Teala thot: "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Thuaj vërtet vdekja prej të cilës ju po ikni prej saj, mulaqikum, do t'ju arrin juve, do t'ju zen juve, pastaj do të ktheheni te ai që është i informuari, alimul ghaibi wa shahada, ai që din të fshehtën botën metafizike, ai që i dëshmon veprimet e juaja, dhe pastaj do t'ju informon Allahu për çdo punë që e keni bën një nga një. Për të gjitha do të jemi të informuar.